Vazua e mallkuar. Sipas jush, mund të ekzistojnë objekte që nëse i prek të mbasësh jetën, ose mundet që vendi apo objekti të ketë një energji të keqe sa që të bëjë të mbasësh jetën? Ju si thoni, mund të ekzistojë? Kemi folur për një argument të tillë përpara ca kohësh në një zonë të Shqipërisë në Elbasan, që një miku ynë përpara se të kapte një objekt, para tij kishin humbur jetën dhe të tjerë. E humbi jetën edhe ky. Por sot do të tregoj një histori që është identike pothuajse ajo, pra në Shqipëri, por gjendet në Itali. Është një histori e vërtetë dhe doja t'ju tregoja sepse unë mendoj që ka raste të tilla dhe diçka të mistershme fshihet pikërisht në këto argumenta, kështu që duhet ta diskutojmë. Kush është rastësisht, nëse nuk e keni bërë ende, lidhuni me këtë faqe që të shihemi sërish dhe faleminderit që jemi përreth bashkë. Bëhet fjalë për vazon e Basanos. Basano gjendet në Napoli dhe është gjetur një vazo para ca vitesh, por do të tregoj historinë se si lindi kjo gjë. Së pari do të tregoj se ku u gjet kjo vazo dhe në çfarë viti. Është gjetur në vitin 1988 në Basano. Basano është, siç e thash, në një zonë për afër Napolit dhe një zotëri, teksa ishte në kopshtin e tij, po bënte disa punime, rastësisht pa ishte një tip arkivoli, por ishte me plak sipër, hapi ato plakat, brenda kësaj kutie, sepse ishte në formë kutie, gjeti një vazo. Një vazo që është parafërsisht 50 cm. Është vazo e zezë, komplet e zezë, por ka vetëm disa nuanca, disa shkrime të çuditshme. Dhe çudia e kësaj historie është sepse brenda kësaj vazoje kishte një pergamen që nuk i përket shekullit sotëm, do t'ja tregoj se kur. Megjithatë, zotëria nuk e dinte, por gjeti këtë pergamenin dhe e lexoi. Kishte vetëm një shkrim, një gjë të vetme, edhe kishte në italishten e vjetër. Dhe shkruaj: kjo dhurat të çon në vdekje. Pra kjo dhurat të çon në vdekje. Me fjalë gjen vdekjen me këtë dhurat. Ai kujtoi se ishte ndonjë shaka. E mori, e mbajti dhe donte që ta shiste. Në fakt, nga momenti që e shiti, pikë së pari, ky zotëria vdiq nga një kancer fulminant, brenda 3 muajve. Dhe po në të njëjtin vit, pra pas disa muajsh, ai që mori, që ishte një mjek, vdiq në një aksident. Pra ky mjeku që e bleu, pasi e mori vesh familje që ndoshta mund të ishte ky problemi, ja shitën dikujt tjetër pa i thënë gjë. Pa i thënë që pse që kishin vdekur edhe të tjerë. Brenda 3 ditëve vdiq edhe ky zotëria tjetër. Pra, brenda një viti vdiqën 3 njerëz në mënyrë të çuditshme. Por prisin sepse nuk mbaron këtu. Atëherë, pas një farë kohe, njëri nga këta, një familje së dytë, kërkoi që të zbulonte të vërtetën dhe shkoi tek një nga këta relikët, nga këta që shikojnë gjërat antike, që dinë dhe kuptojnë nga gjërat antike. Ky një zotëri, një zotëri i madh në moshë, dhe i thot: "Dëgjoj këtu", i thot. "Unë thot nuk kam dëgjuar asnjëherë për një fakt të tillë, thot, që të ketë një vazo që të mund të vras njerëz, por do të them vetëm diçka, thot. Ekzistojnë objekte, thot, që ti nuk duhet i prekësh fare. Për më tepër, thot, ajo ishte shkruar një letër, siç thua dhe ti. Dhe është mirë, thot, që ti mos ta mbash, thot, por ta japësh." Si përfundim, menduan që t'ja jepnin një tjetër, sepse shkoi në shtëpi, u kthye dhe donte t'ja jepte dikujt tjetër. Mirë po, gjatë asaj kohe, mendoi që të shkonte deri në Venecia, sepse në Venecia kishte dëgjuar që një koleksionist mund të blinte dhe gjëra më të vogla, me fjalë koleksionist i madh. Dhe shkoi deri në Venecia. Në Venecia takohen muanës aty tek rrugët ku ka ujë. Dhe pasi folën një 10-15 minuta, i thot ky: "Më thuaj, thot, sa do." Dhe rriti çmimin dal nga dal. Me fjalë, ky i thoshte t'jap kaq, ai i thoshte t'jap kaq, rriti çmimin. Në momentin që rriste çmimin, sepse i pëlqeu, thash, është relike. Megjithatë, ai e kontrolloi dhe pa që ishte e shekullit të 15. Mirë po, nuk tregoi gjë tjetër, si ishte e shekullit 15, dhe kaq i tha, dhe nuk i tregoi gjë tjetër. Pra, ky që e bleu. Pasi e bleu, nuk kaloi pak dhe pothuajse brenda një muaji gjysmë, 2 muajsh, vdiq edhe ky nga një aksident i çuditshëm. Si përfundim, kjo relik menduan që t'ja shisnin
disa muzeve, sepse më vonë u përhap fjala që çfarë kishte ndodhur. Mirë po, muzet, njëri nga këta muze, sepse askush nuk e mori përsipër, njëri nga këta donte vetëm ta kuptonte se çfarë kishte ndodhur. Dhe pasi bën një kërkim ku ishte krijuar kjo vazo dhe nga kush, atëre me fjalë në zonën ku ishte krijuar, shkuan deri në Napoli dhe gjetën disa informacione të vërtet të çuditshme. Me pak fjalë, ata nuk e blen, vetëm gjetën informacionet pra ky muze. Gjetën informacione që kush e kishte prodhuar këtë vazo ishte një dhuratë për martesë të një vajze me një djalë. Dhe ja kishin dhënë kësaj vajze, pra si dhuratë. Mirë po, nuk dihet se si kjo vajzë atë ditë vendosin që ta vrisnin vajzën, nuk kuptohet se për çfarë. Me fjalë, legjend apo gojdhën e kësaj zone, pra ku gjet kjo vazo, tregohet që vajzën e vran. E vran dhe ajo kishte të vetme dhuratë që ishte me fjalë ditën e martesës e vran. Të vetme dhuratë që kishte pikërisht këtë vazo. Dhe ajo shtrëngonte vazon fort. Dhe mallkoi të gjithë ata që ishin aty përreth dhe ata që do preknin vazon, sepse kërkonin që t'i merrnin vazon sipas saj. Tani nuk dihet e vërteta, por nuk ka shumë të dhëna. Megjithatë, kjo vazo tregohet që pasi morën disa, po në ato vite, njëri pas tjetrit vdiqën njerëz dhe gjetën fakte që kishin vdekur njerëz njëri pas tjetrit që ata që preknin këtë vazo. Pastaj kaloi një farë kohe dhe çfarë bën? E groposën. Aty pra ku e gjeti zotëria në vitin 1988 në trullin e shtëpisë së tij. Dhe nga aty u përhap lajmi pra që kjo vazo është një vazo e mallkuar. Dhe që atëherë nuk dihet se ku, por është varrosur në një vend pa e ditur askush, nuk duhet ta di askush. Dhe tregohet që edhe ai që e varrosi është vdiq nga një sëmundje e rëndë dhe ka vdekur në një tren, teksa kthej në shtëpi nga puna. Pra një histori vërtet e çuditshme, por thuhet që ka të vërteta brenda dhe që ky objekt, pra vazua e famshme, të mund të krijojë disa lidhje ose frekuenca, si mund të quhen, që mund të shkaktojë vdekjen e njerëzve. E di që për dikë këto duken si parralla, por më thoni, sa vende keni dëgjuar ju që thotë ky është vend i mallkuar? A ka apo jo? Ju si thoni? Me një fjalë, a ekzistojnë vende të mallkuara? Nëse ekziston një vend i mallkuar, atëherë ekzistojnë edhe objekte të mallkuara. Ju si thoni? Pres komentet tuaja që ta diskutojmë, sepse unë jam i bindur që përveç se ka objekte pra vende të mallkuara dhe objekte të mallkuara, por ka edhe vende të mira, si për shembull aty ku lutesh, dhe njëkohësisht edhe objekte të mira, ku njerëzit luten dhe marrin energji pozitive. Ju si thoni? Unë pres komentet tuaja, kështu që natën e mirë dhe faleminderit që jemi për bashkë.